Si I lexove mesazhet e tij? Thash për të na ndihmuar për të kuptuar. Komandanti Forcave Amerikane për Europën dhe Afrikën. Edhe këtë radhë, si çdo vit, është paraqitur para Kongresit Amerikan për të raportuar, para Kongresit Amerikan, për të raportuar për situatën e sigurisë të trupave amerikane, të forcave amerikane në Evropë dhe në përgjithësi situatën e sigurisë në teatrin e vendosjes së trupave amerikane në Evropë, pasi General Cavoli është komandant I forcave amerikane për Evropën. E qartë. Nga rreth 16 faqe që lexoi General Cavoli, pra në hapjen si në raportin e tij për 16 faqesh Kongresit, ajo çka u vure, pra ajo çfarë kemi diskutuar këtu, pra doli në pa ajo çfarë gjatë gjithë këtij emisioni, gjatë gjithë këtij viti neve kemi diskutuar këtu. General Cavoli vuri në pa në 3 aspekte, nxori në pa forcimin e ushtrisë ruse, fuqisë ushtarake ekonomike të Rusisë. Dhe nxori në pa që Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë bërë asnjë gjë në raport të forcimit të pozitave ushtarake të tyre në Evropë. Pra dhe të fuqisë ushtarake të tyre në Evropë. Në rast se do ta lexojmë, pra pavarësisht atyre deklaratave që mund t'i quaja General Cavoli vazhdon të mbajë atë qëndrimin, pra një pjesë të raporteve I ka marrë, përdorin raportet që japin ukrainasit në raport të trupave të vrasjes së trupave ruse dhe eliminimit të trupave rusëve në Ukrainë, ndërkohë që po ta lexosh raportin e Cavolit bie totalisht ndesh me atë çfarë ai rapton në disa vende. Ajo çfarë bie në sy është e para është forcimi I fuqisë ushtarake ruse, I përcakton qartësisht që Rusia prodhon 1500 tanke në vit, ndërkohë që Shtetet Bashkuara Amerikës prodhojnë vetëm 135 tanke në vit. Pra është një diferencë aty 10 herë më e madhe, pra papravueshme, prodhon 3000 General Cavoli tha që Rusia arrin të prodhojë 3000 mjete të blinduara në vit, gjë që nuk I prodhon dot as Shtetet Bashkuara Amerikës as Evropa. Prodhon 200 raketa Iskander dhe të lloje të tjera në vit. Prodhimi I Shtetit Bashkuar të Amerikës raketave shkon 10 deri 12 në vit, maksimumi 20. Pra, kaq është, pra gjithnjë ka kaluar definit dhe 3 milion predha artillerie në vit. Dhe në prodhimin e predhave të artillerisë, aktualisht sipas General Cavolit, sipas asaj që deklaroi, është që Rusia ka kaluar me 3 deri 4 herë të gjitha kapacitetet e rezervave ushtarake dhe të prodhimit të predhave të artillerisë në raport me sasinë e këtyre mjeteve që ka Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropa së bashku. Pra, gjithë NATO. Si nivel prodhimi? Si nivel rezerve. Pra, kanë rezerva 3 herë më shumë se sa kemi ne sot. Gjithë NATO e marrë së bashku. Edhe si rezerva, jo vetëm si Jo vetëm po si rezerva, pra edhe si rezerva, pra kanë kaluar, pra kanë rezerva ushtarake të tilla. Ajo çfarë ra në sy ishte niveli gatishmërisë ushtarake, luftarake të forcave ruse. Pra ai tha aktualisht rusët kanë 1100 avion në gatishmëri luftarake. Pra 1100 avion në gatishmëri luftarake. Është një shifër tepër e madhe. Gjë që asnjë nga vendet e Evropës nuk e ka. Gatishmëria luftarake në vendet e Evropës në fushën e aviacionit mbrin maksimumit e 65%. Që do të thotë në shifra? Pak, në shifra, pra po ta marrim në kuadër. Nëse këto kanë 1100 avion. Pra në kuadër të NATO-s, gjithë NATO së bashku mund të ketë 400 deri 300 avion në gatishmëri luftarake. Ndërsa Rusia ka 1100 avion në gatishmëri luftarake. Gjithashtu nxorri në pa atë që deri më sot, pra hodhi poshtë atë që kanë thënë mediat perëndimore, që është mediat perëndimore gjatë gjithë këtyre viteve, pra në këto 3 vite kemi dëgjuar thonë që gjithë flota detare ruse pra shkatërruar, është përgjysmuar, është shkëndër në bërë, ndërsa General Cavoli hodhi poshtë duke thënë që pavarësisht disa dëmtimeve të vogla të flotës detare ruse në detin e Zi, ajo ka mbetur e paprekur. Ka mbetur e paprekur. Pra dhe të 6 nëndecet I kanë në gatishmëri luftarake dhe në gjendje pune. Pra I ka vënë të 100% nëndecet e saj në gatishmëri luftarake dhe në gjendje pune. Tregoj nivelin e lartë të gatishmërisë. Gjithashtu ai bëri qartë aty bashkëpunimin, pra tha që bashkëpunimi ndërmjet Rusisë, Kinës, Iranit dhe Koresë së Veriut është një bashkëpunim në të gjitha fushat. Pra në fushën ushtarake, në fushën ekonomike, në fushën politike. Dhe me këtë le të kuptosh që kërcënimet ndaj Iranit, pra nuk të luftës të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Iranit nuk mund të kalojnë
pa leje të Rusisë. Pra nuk mundet Amerika të sulmojë Iranin direkt sepse ky bashkëpunimi është tepër i madh. Dhe e fundit që përcaktoi qartësisht ishte që rritja e nivelit ekonomik të Rusisë, pra një vend i cili tashmë për shkak të luftës ka rritur nivelin e fabrikave të uzinave, prodhimtarinë e saj ushtarake dhe komplet çështjen tjetër të ekonomisë në lidhje me këtë dhe ka çuar papunësi në 2.4%. Pra një vend për 140 milion banorësh me papunësi 2.4%, do që ka një rritje ekonomike të frikshme dhe një stabilitet ekonomik të frikshëm. Pra do të thënë që të gjitha sanksionet, nga ajo që kuptohet nga kjo ligjë, në këto 3 vjet çdo lloj sanksioni i vend ndaj Rusisë ka dështuar. Pra Rusia nuk ka qenë kjo që është sot para 3 viteve. Dhe gjithë kjo çfarë u bë, gjithë kjo luftë, gjithë ky unitet perëndimor ndaj Rusisë me këto vepra e bën Rusinë më të fortë se ç'ishte. Por nxorri në panjë diçka tjetër. General Cavoli deklaroi që në këto 3 vjet neve jemi munduar t'i përshtatemi ushtrisë ruse për aktivitetet e saj, veprimtarisë së saj, zgjerimit të saj, pasi është zgjeruar shumë, përmirësimit të saj, të doktrinave të saj dhe çfarë kemi bërë? Kemi bërë reduktime dhe kemi bërë disa përmirësime në komandat. Pra ajo çfarë Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe NATO kanë bërë vetëm kanë krijuar komanda të reja, kanë shuajtur komanda të vjetra, kanë bashkuar komanda, por asgjë konkrete në aspektin ushtarak. Pra të ribësh komanda, të bësh komanda, dhe vend nuk është asgjë në aspekt. Është vërtet që komanda drejton luftën, por për sa kohë nuk ke kapacitetet ushtarake në terren, të cilat tregojnë që Rusia i ka tejkaluar këto dhe Evropa dhe NATO nuk kanë, atëherë është e kot. Pra thjesht bëm një furçe, lyejm pallatet nga jashtë, një fasadë dhe tregojmë që bëm komanda, bëm këtë, bëm atë. Po gjithsesi tha dhe këtë, që në Rusia nuk e ka rimarrë tërësisht Kurskun. Ka akoma një territor të madh ku që mbrohet nga ukrainasit, ndërkohë edhe në Sumi tha ka po has shumë vështirësi ushtria ruse. Do të keni gjë një parasysh. General Cavoli, pra niveli në cilin flet General Cavoli është për të ardhur keq. Pasi niveli Cavoli është komandanti forcave amerikane për Evropën dhe nivelin cilin ai duhet flasë nivelin strategjik dhe operacional. Dhe General Cavoli mundohet të mbuloj, ta themi, dhe më falni për shprehjen, mundohet të mbuloj mutin me shurr. Pra atë që ka bërë, të kemi kujdes se monitorohemi drejtam, po atë që ka bërë në këto 3 vite të cilat të gjitha dështimet e Ukrainës i përkasin General Cavolit, dhe këtë dhe kjo ka dalë në një artikull të New York Times me datë 28 mars, cili përcakton qartësisht se si është i përfshirë komplet ushtria amerikane dhe ushtria britanike në përgatitjen e operacioneve ukrainase në luftë kundër Rusisë, që po ndodh atje. Po. Dhe General Cavoli ishte i përfshirë 100% në të gjitha këto operacione. Në ideimin e këtyre operacioneve, në ideimin e këtyre kundërofensivave, në ideimin e këtyre ofensivave në Kursk, të gjitha dështuan. Solli një dështim kolosal dhe të paparë qoftë të taktikave dhe doktrinave ushtarake që Cavoli me shok i kanë përdorur, por edhe një humbje të madhe në njerëz, një humbje të madhe në materiale të paparë deri më sot. Që nga të 2 botërore. Dhe ja ta mbaroj. Dhe General Cavoli, në vend që të flasin çështje operacionale dhe strategjike, sepse atë nivel ka, pra është një general, komandant i një force kaq të madhe, General Cavoli flet për çështje taktike. Pra mbajtja një territori të vogël në Kursk, për Kursk është i mbaruar. Pra aktualisht edhe Zelenski e ka pranuar që Kursku mbaroi, pavarësisht se mban një territor i vogël s'ka asnjë vlerë. Dhe pastaj General Cavoli thot nga ana taktike që rusët po hasin vështirësi në Sumi. Po ama ku është Sumi? Kujt i përket? Kam një hartë aty. Pra Sumi kujt i përket? Pra pyetja shumë e thjeshtë, përpara se të shkojmë Sumi i përket Ukrainës, dakor. Atë do të thotë që rusët kanë kaluar në Ukrainë. Pra do të thonë që ata vazhdojnë të marrin territore jashtë asaj çfarë ata kanë deklaruar, kanë aneksuar me kushtetutë. Sepse Sumi nuk është territor i cili është aneksuar me kushtetutë. Dakor, por që nuk po avancojnë dot, këtë po them. Lufta vazhdon. Shiko, avancimet ja ku jemi. Po pra avancimet i shihni sepse un po ju them që avancimet ato që shihni, që quheni avancime, nuk maten me metra katror. Nuk po bëhet kjo luftë, nuk po bëhet luftë territoriale. Lufta territoriale është funduar. Lufta po bëhet, rusët po bëjnë luftën për të shkatëruar ushtrinë edhe e kanë shkatëruar atë totalisht. Pra nuk kanë kapacitet. Dhe General Cavoli po vazhdon tha ai. Po në Kursk vazhdon, është vendoria e General Cavolit me shok që vazhdojnë të harxojnë njerëz dhe energji ushtarake në një sektor i cili s'ka asnjë vlerë. Pra Kursku e humbi vlerën e vet që në momentin që dështoi 3 ditë
mbasi u filloi operacioni. Dhe tashmë Kursk ka mbetur një xhep i vogël, në cilin general Kavoli thotë që po rezistojmë. Pra po rezistojmë taktikisht. Pra një general në një nivel të flasë për një xhep të vogël taktik që s'ka asnjë lloj vlere, as taktike, as operacionale, as lloj gjëje. Pra ndodhet brenda. Jo, ai po jepte mesazhin që ne vazhdojmë, nuk jemi defunksionalizuar, kush ka qenë objektivi i rusëve. Ka të bëjë objektivi i rusëve vazhdon të jetë. Objektivi i rusëve nuk e ka thyer general Kavoli. Ka 3 vjet që general Kavoli ka dështuar në totalisht në thyrjen e objektivit. Jo, po as ata nuk na kanë thyer, se këtë po thoshte pak a shumë. Po si s'kan thyer, po prandaj po them general Kavoli është, kjo tregon një lloj skizofrenie të zotit Kavolit, të general Kavolit. Pra ata po marrin territore. Po vazhdojnë të marrin territore. Kanë marrë territore, nuk i ke marrë as 1 centimetër nga territori që kanë marrë dhe thua që ata vazhdojnë mos na thyen, po si është e mundur kur ai të ka marrë territorin tonë dhe ti thua vazhdon të mos më thyej, po të merr territorin. Ai po të shkatërron për ditë. Funksionalitetit, defunksionalizimit të ushtrisë, pra ushtria po funksionon. Nuk është funksionale ushtria, kur nuk arrin, nuk është funksionale kur prandaj po them që po të lexosh ato 16 faqe të general Kavolit, do shohësh që general Kavoli bie ndesh me vetveten në shumë gjëra. Ai thotë nuk ushtria është funksionale, ndërkohë që në disa faqe më poshtë thotë që nuk arrihet të bëhet rekrutimi sepse nuk ka kapacitet të trupave për të plotësuar humbjet në front. Pra kjo do thotë që ai të ka shkatëruar. Nuk kemi kapacitete, nuk ka kapacitete që nga duke nisur që nga artilleria, që nga armatimi, që nga ato që Ukraina të bëjë një mbrojtje të integruar. Pra e përcakton qartësisht, pra domethënë ta ka thyer totalisht mbrojtjen e integruar. Dhe ti bëhesh të mbrohesh në xhepa. Dhe sot je detyruar që këto xhepa ti paraqesësh si fitore. Unë po them çfarë thotë Kavoli, ëh. Po edhe unë prandaj po të analizoj Kavolin që ju e shihni nga ana si civil. Po, në kuptimin po ta shpjegoj nga ana ushtarake, nga ana ushtarake. Kavoli, atë që foli nga ana ushtarake, automatikisht kishte qenë pra, kishim qenë në një kohë tjetër gjatë luftës së ftohtë, general Kavoli ose amerikanët ta kishin futur në burg për nxjerrje dhe për thyrje të sekret ushtarak, i cili ka marrë pjesë dhe deklaronte aty se si ka marrë pjesë pra në atë 16 faqesh, deklaron se si ka ndihmuar Ukrainën, se si general Kavoli dhe komanda e tij ka ndihmuar Ukrainën me seleksionim të objektivave në Rusi, ka ndihmuar Ukrainën me bërje të hartave, me bërje të planeve luftarake të gjitha. Imagjinoni sikur një general rus të ndodhi në Meksik dhe ta bënte këtë gjë, çfarë do të ndodhte? Pra po të kishim qenë gjatë luftës së ftohtë, do të kishim pasur një luftë të tretë botërore. Dhe general Kavoli, i cili nxirrte këto sekrete, do të ishte arrestuar nga amerikanët, do të ishte akuzuar se po nxjerr sekretet. Pra, imagjinoni sot general Kavoli flet, pra nuk flet si general, po mburret politikisht dhe kjo mburrje politike është komplet dështim. Pra thjesht ai mburrej me dështimin. Pyetja e fundit që i bëri një nga ata përvajsuesit aty të Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte që në një përballje të mundshme, sepse ata ishin bile habiti fakti që e pyetën si është situata ekonomike në Rusi, domethënë nuk e di a ka një general, le të themi, a e ka informacionin për të përgjigjur për situatën ekonomike atje, mos duhej një ekspert tjetër, por pyetja e fundit që i bëri ishte në një përballje të mundshme midis NATO-s dhe Rusisë, a e mundim dot, tha, pa diskutim. Shiko, prandaj po them që general Kavoli është skizofren në këtë aspekt. Sepse si thash, ai renditi, pra kur thotë që ushtria ruse në të gjitha kapacitetet e saj ushtarake dhe në rezerva e te i kalon Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropën të marrë së bashku për 3 herë, minimalja tha për 3 herë. Kur gatishmëria luftarake e gjitha forcave luftarake, ushtarake dhe armëve të Rusisë janë në gatishmëri të plotë, që ndërkohë që neve thotë nuk kemi gatishmëri. Pra neve kemi vetëm 80.000 forca kemi në Evropë. 3 herë më pak se ç'kishim gjatë luftës së ftohtë. Dhe kur shpjegoj që jemi munduar të kuptojmë dhe në një faqe të saj thotë që neve rusët thotë ushtria ruse është adoptuar totalisht, ka ndruar doktrina, ka bërë armë të reja, ka bërë gjithçka dhe ne nuk kemi arritur thotë të kapim të jemi në hapin e tyre në këtë aspekt. Pra, po të lexosh raportin, ai tregon qartësisht në raport që nuk mund të përballen, por ama përgjigjja në fund e Kavolit është një përgjigje politike. Është një përgjigje ke parasysh si puna e atij Derkucit që e kanë futur në hell, edhe kur e vën tavolin i vu luajnë edhe buzët me të kuq, për të dukur i bukur, për të dukur si i gjallë, i luajnë buzët e kuq. Ata e kanë pjekur në hell. Ky është edhe niveli i NATO-s dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës në një luftë me Rusinë sot. Pra nuk kanë kapacitete të bëjnë këtë luftë. Pavarësisht se përgjigjja e general Kavolit është politike, është përgjigjur si politikan për të ruajtur pozicionin e tij. Por po ta lexojmë atë
Sa unë sisht i lexova, sisht i thash diçka, tregon qartësisht që nuk kanë asnjë kapacitet. Ndërkohë, Dritan për herë të parë... Por ama ka një gjë, përcaktoj një gjë atë, më fal që po ndërpres. Përcaktoj në fund të asaj General Cavoli deklaron, thotë që neve kemi përdorur hapësirat e Evropës për të lëvizur armë